Pikun 40 anni. Astrid Muço. Unë jam 64 vjetë, edhe marr 21.000 leka, shëndes ka paçka. Situata time është e vështirë. Salani më ka rënë, dyer s'kam, dritaret ka me plasmas, rroba s'kam, shapka nuk kam, për të ngrënë s'kam. Jeta e vllait tonë ka qenë shumë i vojtur. Ai ka zhvojtur qenë vogël. Ky është rritur jetim, ka qenë 3 ditë. Ky s'ka parë një ditë të bardhë. Gjithë nga era i rari me të keq veti ka bërë punë çdo gjë. Këtë ashtu i bënte zënë babait ky. Nga keqja e bënte, dhe çfarë bënte? Ky ishte, neve ikëm zonë derën e tjetër. Vreqe në mëngjes, a ikëm për kapaçka, a ikëm për hekur, a ikëm për lule, se s'ka çfarë bëj. Të ndjeri kafshërën e gojës, bukë. Tash ne mundohemi, ta ndihmojmë, po aq kemi, s'kemi dot ta ndihmojmë më shumë. Ka mundësi, ju falenderoj me gjithë zemër. Ju lutem, kush ka mundësi të na ndihmojë për vllahtin, me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Ju falenderoj të gjithë.